Ekipet e huaja të shpëtimit filluan të shkojnë në Myanmar të shtunën për të ndihmuar në kërkimin e të mbijetuarve nga një tërmet që vrau më shumë se 1.000 njerëz në vendin e varfër të Azisë Juglindore. Numri i të vdekurve në Myanmar është 1.002, tha qeveria ushtarake të shtunën, shumë më e lartë nga raportet fillestare të medias shtetërore për 144 të vdekur të premten. Të paktën 9 persona u vranë dhe në Tajland, ku tërmeti me magnitudë 7.7 Richter rrezoi një ndërtesë në kryeqytetin Bangkok, duke bllokuar 30 njerëz në Renoja, ndërsa janë 49 të tjerë të zhdukur. Instituti i Shërbimit Gjeologjik i SHBA-s vlerësoi se numri i vdekurve mund të kalonte në 10.000 në Myanmar. Tërmeti dëmtoi rrugë, ura dhe ndërtesa në Myanmar, sipas juntes generali kryesori, të cilës bëri një thirrje të rrallë për ndihmë ndërkombëtare të premten. Operacionet e kërkimit dhe shpëtimit po kryhen aktualisht në zonat e prekura.